Qëndrimi i Partisë Demokratike është shumë i qartë. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese kusht themelor për funksionimin e shtetit ligjor. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese nuk është gjykata kushtetuese me vendimin e saj që ka përmbysur piramidën e pagave në Shqipëri. Është Edi Rama me politikën e tij pejgamberëse që ka përmbysur atë, që përcaktoi rroga për prokurorët e skapit më të larta se për anëtarët e gjykatave kushtetuese dhe kryetarët e gjykatave kushtetuese të gjithë rajonit. Prokuroria e krimeve të rënda ka vendosur para ligjit, së bashku me policinë e tjerë, 1050 antarë dhe bos të organizatave dhe grupeve kriminale, të 206 organizatave dhe grupeve kriminale. Mandat arrestet e tyre janë ekzekutuar në 85% të rasteve. Në 85% të rasteve. Task Force e luftës kundër korrupsionit, që kishte edhe Dumanin si prokuror, në 2 vite ka dërguar, janë dënuar nga gjykata, jo speciale, gjykata zakonshme, 3 herë më shumë se në 2 vitet e skapit. 3 herë më shumë, si numër. Aty keni raportet të Departamentit të Shtetit. Pse? A kishte gjë. Ajo task force përbëhej nga prokuror, përbëhej nga agent policisë kriminale, punojës të shërbimit informativ kombëtar, përbëhej nga juristë të doganave dhe tatimeve. Pra, edhe po donte dikush t'i fuste në xhep, nuk i fuste dot. Çdo kërkesë nga Prokuroria e Përgjithshme për heqje imuniteti për zëvendës kryeministër, ish kryetarin e partisë, ministra, është zbatuar pa asnjë koment. Kjo ka qenë. Tani, fjalën e kishte për Prokurorinë e Përgjithshme, e kanë zhvesh në tërësi nga çdo funksion. A është i paralizuar, plotësisht. Unë e vura re në rastin e Irena Gjoks. A ishte qesharak. Natyrisht ne nuk bashkëpunojmë me socialistët për përzgjedhjet, sepse ne jemi të ndarë me ta përfundimisht pas avokatit të shtetit. Pabesia dhe tërheqja e njëanshme e Edi Ramës, pasi ai konstatoi se reforma e tij territoriale u denoncua në të gjitha konsultimet që u bërë në qarqe, për të vazhduar projektin e tij të Çubrylloviçit, të shpopullimit, të shuarjes së qyteteve, qytezave dhe shpopullimit të vendit, ai u tërhoq dhe vendosi me një trëndlapsit të fshi nga harta dhe 15 bashki të tjera.